Nuk diskutohet që koka e këtij komploti është kryetari i Bashkisë Tiranës. Është e qartë tani më për mua që ai është në krye të këtij komploti, pa diskutim i mbështetur fuqimisht nga ish-ministri i Brendshëm. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, luftën më të madhe juridike nuk po e bën në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ku po shqyrtohet çështja themelore ndaj tij, por ka zgjedhur të luftojë anash. Në gjykatën kushtetuese, kërkon shpalljen e palikshme të masës arrest me burg. Në gjykatën e lartë, kërkon ndryshim të masës së sigurisë, ndërsa në administrative pretendon paligjshmërinë e emërimin e një prej prokurorëve të çështjes së tij, Olz Dado. Të trija këto nisma ligjore janë taktika e fundit e Erion Veliajt, i cili preferon më shumë të ketë pak muaj liri tani sesa të shmang disa vite burgim në të ardhmen. Një lirim i mundshëm i Veliajt, sidomos në gjykatën e lartë, do të jenë bonusi i madh politik për të. Në një rast hipotetik, ndryshimi i masës së sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje do të lloviste jetën politike në vend. Imagjinoni Veliaj në ditën e parë të lirisë, që në pikën e mëngjesit do shkonte pranë bashkisë për të kapërcyer i pari pragun e portës së madhe dhe rende me vrap në katin e dytë, pranë zyrës ku qëndroi për gati 10 vite. Politikisht, kjo situatë do të rrazonte keqas kryeministrin Edi Rama. Ndërsa Veliaj ishte në burg, kryeministri urdhëroi Këshillin Bashkiak të Tiranës që të propozonin dhe të votonin për shkarkimin e Veliajt. Ashtu ndodhi, por gjykata kushtetuese e konsideroi në shkelje këtë vendim, duke mbajtur në detyrë Veliajin pavarësisht se ndodhej në burg. Lirimi i Veliajt do të lidhte Ramën, duke e detyruar të buzëqeshte para Lalit, tashmë me forcën e të burgosurit. Si mjeshtër i propagandës, Veliaj do e konsideronte veten një gjysmë të burgosur politik. Lëvizjet e brendshme dhe kundërshtarët e mllefosur por të pazëshëm ende në PS me Veliajin e lirë do të shfaqeshin më hapur. Lirimi i Lalit në këtë moment është qeli politike për kryeministrin.